Presidenti Amerikan urdhëroi një sulm ajror kundër Iranit duke përdorur bomba shkatërruese GPU-57 për të goditur objektet më të rëndësishme bërthamore të vendit. Sipas burimeve, gjithçka nisi 37 orë më parë ku bombarduesi strategjik B-2 u ngritën me destinacion të supozuar Guam, por në fakt fluturuan drejt Iranit. B-2 hodhi 12 bomba GPU-57, secila 14 ton, nga të cilat 10 goditën kompleksin e Fordo, ndërsa 2 të tjerat shënjestruan Natanz. Në të njëjtën kohë, flota amerikane lëshoi 30 raketa lundruese që goditën objektivit në Isfahan. Sulmi u koordinua me operacione elektronike dhe përdorimin e avionëve F-35, F-22 dhe EA-18 Glover, ndërsa përfitoi nga korridoret ajrore të hapura nga sulmet izraelite. Raportet jo zyrtare përshkruajnë kronologjinë e sulmit duke përfshirë zbulimin e avionëve luftarak mbi Shiraz, shpërthime të fuqishme në Fordo, Kashan dhe Natanz dhe regjistrime të NASA-s për zjarre në zonat e goditura. Bombat GPU-57 janë krijuar për të deportuar fellë në strukturat e mbrojtura dhe janë përdorur në mënyrë të sinkronizuar për të maksimalizuar efektin. Sipas New York Times, çdo avion B-2 mbar 2 bomba. Presidenti Trump deklaroi se Fordo është fshirë nga faqja e dheut, ndonse Irani pohon dëme minimale. Lëvizjet të dyshimta të pajisjeve dhe kamionëve në ditët para sulmit ngren dyshime për përpjekje për të fshehur mineralet. Sulmi ka rëndësi strategjike dhe mesazhi duket të jetë i qartë. Një goditje e kufizuar, por simbolike për të frenuar zhvillimin bërthamor iranian.